për idenë se kush je, qa je, nuk mundem të them pra si gjë, si vajzë. Ta kam thonë ditën e parë, je vajzë shumë e mirë, e zgjut, dhe je shumë lojtare fantastike. Por, ka dhe një por mrapa, me mu ki kujdes, dhe kur ta thot tjetri në dritë syti, që ki kujdes, që unë, kur dalë për jashtë këtu, dhe të takoj halën tënde, që kam kënu në Pallat Pionierëve me te, dhe që e manë në mend gjithë Shqipëria, që ti nuk e dije që ajo klonte e këngën, kur kthehem nga shëtitja, një nga hitet e atyre, si që janë to hitet e Rimit, Hop Çike, ajo ka qenë hiti në atë kohë, me këngën, për Shqipëri në atë kohë, kur ne këndojshim në Pallatin e Pionierëve. Ka që kisha, që Selin, ti deri tash je shumë e fortë. Vetëm se ka një diçka kujdes me atë idenë që ky është kështu, ky do hyj kështu, kjo do bëj kështu, etj etj. Me Cikllon Cirku Kalamajt i njoh shumë mirë. Ciao. Cikllon Cirku Kalamajt i njoh shumë mirë. Që do të thotë ti... Se më ka flet. Buongiorno. Ti ke marrë një burrë që quhet Rimi dhe po e rrotullon si ka konga rrotullon me gisht, rrotullon me gisht, hajde, hernat an. Pra dhe një ta dish që Cikllon Cirku që jam unë, kam kuptu që ti mirin e bën rrotullon me gisht. Rrotullon me gisht. Hernat an, hernat kan. Sa i moti e më. Hernat an, hernat kan. Hernat kan. Ore, të kam vënë në lëvizje trurin e këngës, e ritmit. Të kam vënë në lëvizje atë kujtesën tate që ti më në fund... Let një gjëmi qik kongën, let një gjëmi qik muzikë. Se do fillosh pastaj, do fillosh pastaj. Më në fund... Po let një gjëmi qik muzikë, uqu, i la gjitha, uqu prap. Uqu, nana, krishimesh, uqu prap. Hajde, mërë, hajde. Jo, ciao, miropafshim, Rimi.